Përkundër instalimit të ujësillësit, tash e disa vjet banorët e fshatit Mirosal vazhdojnë të përballen me mungesën e ujit të pijes. Ata thonë se ujësillësi ka funksionuar vetëm disa muaj pas instalimit. Banorët ankohen se edhe pse nuk kanë ujë, faturat detyrohen t'i paguajnë për çdo muaj. Gjithë verën që shto jekmi, gjithë verën. Parët vinë me pagu, shë me pagu pa ujë. Ujë që me kerë, po do të me bajt pa leku, a qëtë të bëtësht. Ja kërkosh vëllaz vjen as me dvetë, veç për pare me pagu. Edhe pare ti këna thonë më s'hajdi heq. Ta ujë, shë me pagu. Ujët ma shumë bata se me ta, s'ka. Këmi bon, po këta prapë sa dvetën me të njëjtën, s'ka kur gja. Pare të virë jo, i moj lypin, pura s'kryhet, ujë s'kem. Që 3 muj veç, verës kur. Tanë verën që kja lojë e pja ti, dhere në fund s'kemi ujë. Me thonë një 5-6 muj dhe që ka pas ujë. Për krejt mos ka pas. U kone para po 15 litra në sekund. Mi pas për 2 fshatrat, Mirosal edhe Ravit. E mas herve që kone munges, 9 litra në sekund. Edhe shta e në prish disa burime aty shërsi, dhe kur s'ka nërë i bo me remet. E në kanë lidhë në herë me sëpse veç, a në thonë taj ku e di ka kanë shku, dhe ujë s'ka. Po e paguim kur ka ujë, se tëra njerës të se paguim kur s'ka ujë, që kanë e paguim. Me të njëjtin problem po përballen edhe banorët e fshatit Rahovic. Sipas tyre, ankesat e shumta drejtuar në organet kompetente nuk po i merr parasysh askush. Ujë s'ka, pesi që u qelë parët ne kanë marrë, ujë nuk ka. Bile dhe më halë s'kanë heq. E më halë aje për atje. Shkanë rrëth lugit kanë kapak, shkanë trap s'kanë heq. Edhe kërë kanë qelën atë, më një bunar, 2 vllaznia s'kanë bëhë, një kanë qelë veç e veç, 2 copë katunë, 6-7-800 shpi, më një bazent nuk është lidhje, as është zgjedhje. Po këto kanë mujtë ne kanë bëhë, edhe pa ujë. Unë për veti se këmë lidhë heqë, se s'ka. E ku është faj nuk pedim, qështu është puna. Me mujtë, me morë, më kujdes dikush për këtë punë me në sjell ujtë. U bon 6 vjetë s'ka ujë, veç mashtrim. Ndërsa përfaqësues të kompanisë bifurkacioni thonë se mungesa e ujit në këto fshatra është pasojë e prishjes së pompës, mirë po sipas tyre tani është në funksion. Valdet Syla nga kjo kompani tha se përveç problemeve me pompa që ndikojnë në furnizimin me ujë, janë edhe temperaturat e larta gjatë verës që bëjnë që të ketë reduktime të ujit në këtë komunë. Po është në fakt ka qenë vetëm një post i cili ka furnizu, se kemi pas defekt me pompa. Ndoherë kemi probleme edhe me rrymë me energji elektrike, sidomos sikur sot për shembull, sot edhe dje ka pas dikon ndërprerje 5 orë, momentin që ka ndërprerje të rrymës, atëherë edhe rezervuarët nuk mujnë më mush për shkak që pompat nuk punojnë, po tash e kemi funksionalizu edhe pusin tjetër, i cili e ka rritë furnizimi për 1.5 litrë në sekund, kështu që më mërmenja që me kujdesin pak më të madh konsumatorëve ka e pas pak më shumë ujë. Përveç këtyre fshatrave me mungesë të ujit po përballen edhe fshatrat Kosin, Slivov, Lloshkobare dhe Tërn. Përfaqësues të kompanisë bifurkacioni bëjnë me dije se gjatë këtij sezoni do të ketë reduktime të ujit nga ora 22 deri në orën 7 të mëngjesit, ndërsa kërkojnë nga konsumatorët që mos ta keqpërdorin ujin.